shohen për nder, pra për të mbrojtur tashmë për nder të pavarësisë dhe njëherë azi për të marshuar, për të marrë rrugë drejt protestës në Prishtinë, e cila do të mbahet pas pak. Ne jemi pikërisht këtu në stacionin e autobusëve në Drenaz, ku është njëra prej qendrave ku është lënë që të grumbullohen të gjithë adedashësit dhe të mbrojnë pra interesat e vendit të tyre, më konkretisht për të drejtën e ish-krerëve të UÇK-s, cilët po mbahen në paraburgim në Hag tash e më shumë se 5 vjet. E krah tyre ishte edhe një i ri në atë kohë, pra bëhet fjalë për Haxhi Xhemalin, cilin unë e kam prandaj sot po ja ngjet dorën në një farforme dhe po i mbështet me aq sa mundet me pjesëmarrje në këtë protestë për të kërkuar drejtësi në gjykimin që po zhvillohet atje. Fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Ne jemi sot këtu domethënë të gjithë së bashku Drenasi në marshin drejtësiu politik për të dhënë kontributin ton për lirimin e shërimtarëve tonë të cilën bëhen padrejtisht në Hag. Çfarë rëndësie ka kjo ditë për ty, pasi që kjo protestë po zhvillohet pikërisht në ditën ku shënohet përvjetori i pavarësisë së Kosovës dhe dihet edhe kontributi i gjithë atyre që po mbahen në Hag deri në shtetformimin e Kosovës? Kjo ditë ka një rëndësi të madhe, po faktikisht edhe fatkeqësisht është edhe e mangët. Kjo festë nuk është sikur festa të tjera, domethënë që 5 vite ne festojmë në një festë të mangët pas shërimtarët tonë, sepse ata ishin gjithçka për neve, për Drenicën dhe për Kosovën. Hashim tha që bashkëftarët e tij është një ndërta i cili edhe shpalli pavarësinë e Kosovës më 17 shkurt 2008. Sot ata faktikisht po gjykohen në Hag padrejtisht. Dhe ku jemi në fund të procesit të gjykimit të Hagës dhe ku shihet se prokuroria kërkon që dënimi i tyre të bëhet 45 vjet, kjo është një çmenduri evropiane dhe është një tentim për të bërë barazimin e krimit dhe agresorit me shërimtarët. Lufta jonë ishte e shejtë, e drejtë dhe shërimtare. Ju dhe vetë keni qenë pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës në atë kohë. Çfarë emocione ka kjo ditë për juve? Po shoh shumë të emocionuar. Vetë fakti, falë. Fati lashe, kuptohen këto raste. Vetë fakti që unë më ushtri kanë qenë pjesë ushtrisë shërimtare të Kosovës, tregon që ne kemi, domethënë, emocione sepse kemi përjetuar, kemi shokë të vrarë, vëllezër, motra, dhe sot të gjykohen shërimtarët në këtë ditë është e tmerrshme. Kjo është një padrejtësi e cila nuk mund ta përshkruaj. Më falni se bashkë me dhimbje dhe emocionet janë. Cili është mesazhi i fundit për ish-krerët e UÇK-s edhe për gjykatën atje, për prokurorinë dhe për gjithë këtë ditë gjigande që pritet të jetë sot dhe me plot zhvillime në mbështetje të tyre? Mesazhi i fundit është që ata të kthehen në Kosovë të pafajshëm, ashtu siç janë të pafajshëm, janë çlirimtar, ata luftuan për ditën e sotme që fëmijët tonë të jenë të lirë, ne të jemi të lirë dhe Kosova të feston të lirë. Një mesazh për gjykatën e Hagës, institucionet tona politike dhe të gjithë të bëjnë më shumë dhe të bëjnë të pamundurën që shërimtarët tonë të kthehen në Kosovë dhe njëherë e përgjithmonë të mbyllet kjo padrejtësi e cila po bëhet ndaj shërimtarëve dhe ushtrisë shërimtare të Kosovës. Faleminderit shumë për kohën dhe ju uroj rrugë të mbarë. Emocionet të tilla vetëse janë të pritshme në një ditë si kjo, kur njëherë azi dhe shënohet pra përvjetori i pavarësisë së Kosovës, mirë po, edhe siç dihet tashmë pritet të bëhet një protestë gjigande siç është paralajmëruar pikërisht në qendër të kryeqytetit për të kërkuar drejtësi për krerët e UÇK-s. Los kameramanin Atlantik Mehmeti që të fokusoj edhe për herë të fundit pra pak para nisjes së këtyre autobusëve nga qendra e Drenasit drejt sheshit, pra Skënderbej për të marshuar në kërkim të drejtësisë së ish-krerëve. Deri tash pam shumë qytetarë cilët kanë ardhur këtu, janë mobilizuar me flamuj në duar, po ashtu të rritur, fëmijë e pleq dhe që faktikisht të gjithë kanë shprehur gatishmëri që të jenë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Kjo është atmosfera sa i përket stacionit pra të autobusëve në Drenaz, ku pas pak pritet që gjithë ta qytetarë të vinë në Prishtinë dhe t'i shohin pra të gjitha zhvillimet që do të bëhen pikërisht në qendër të Prishtinës dhe po ashtu sipas nevojës do t'ju transmetojmë tek ju edhe detajet kryesore gjatë protestës, mirë po paraprakisht do t'ju njoftojmë edhe me zhvillimet që do të bëhen tutje gjatë rrugës pra disa kilometrëshe vetëm në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Ishte Pranvera Krasniqi live nga stacioni autobusëve në Drenaz, ku thash do ma herët, është ka mobilizohet kushtimisht të nështëkarë, organizohet numër i madh i njerëzve që të vinë dhe të protestojnë duke kërku drejtësi dhe jo politik në Hag. Nuk di është mund të lidhet tableti me dalje, për ta vazhdu një prej bisedave, ose një
argument që e patëm ma herët me zotë Abdullahun, që është lajmi para 3-4 ditve i BBC-s. 6.000 veta janë vra për 3 ditë në Sudan. Është vlerësimi i Organizatës Kombeve të Bashkuara në një qytet në luftën civile atje. Tash, çka ka me bohun, ka mundësi e madhe mu keq kuptu prej njerëzve, po është dëshmia e radhës për ato që ju e thatë. Shumë ma shumë, pakrasimisht ma shumë mira njerëz vritën në luftra tjera, se sa që janë vranë në Kosovë, po vëmendjen e medjave botnore nuk e ka. Nuk e shë Sudanin, as Jemenin, as shumë vende tjera që gënë në lufta shumë atë përgjakshme dhe shumë atë poshtra, sa e po Kosovën në CNN, edhe po mduket që ka tendencë që dhe matutje të ruhet si histori e suksesit, e asoj që